Këtu është horoskopi i shtun 4 tetor 2025. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Ditë pothuajse plotësisht e pastër nga rreth negative për ju, ju keni besim tek e nesërmja dhe një dëshirë e dukshme për të jetuar. Mundohuni të shmangni tensionin, jeni më pak të mbyllur në vetvete dhe kjo ju ndihmon nëse keni ndërmend të rikuperoni një dashuri ose kërkoni miqësi të reja të bukura. Demi. Hunda dhe fyti janë pika delikate së bashku me veshin, veçanërisht ana e djathtë e trupit tuaj është më delikate. Duhen disa këndvështrime të vogla të ndryshme si çift apo familje, mënyra për t'u afruar që nisin nga premisa të kundërta, dialogu dhe diplomacia. Binjaket. Një mendim shtesë duhet t'i kushtohet familjes dhe çështjeve ekonomike që mund të krijojnë bezdi në jetën tuaj, mbi supet tuaja edhe problemet e një personi tjetër. Gaforja. Dashuritë tuaja janë gjithmonë të veçanta, kjo është një kohë e mirë për të bërë takime të reja, jeni në gjendje të zgjoni emocione. Për disa të lindur të kësaj shenje ka një lëvizje ose ndryshim të madh në të ardhmen. Luani. Të gjithë e dinë që ju jeni një njeri rebel, ju është dashur të përfitoni më së miri nga një situatë e keqe, të gjeni strehim. Ftesa është të tregoheni të kujdesshëm edhe sepse mendoni se duhet të shpërtheni për gjën më të vogël. Virgjeresha. Dihet mirë që ju jeni një metodë, kjo nuk do të thotë që ju keni të gjitha veshjet në rregull në shtëpi, por që ju prireni në arsyetimin tuaj për të jetuar gjëra me shumë perfeksionizëm. Peshorja. Sot është më mirë të lini gjithçka ashtu siç është dhe mbi të gjitha, nëse duhet të bëni diçka kërkuese, mos u hutoni. Ju njiheni për faktin se e keni kokën në re, se nuk flini natën me mendimin e së nesërmes. Akrepi. Pavarësisht se shpesh ka qëndrime agresive, akrepi është në fakt një njeri shumë i brisht, ai vepron në mbrojtje, sot duhet të shmangim konfliktet, vonesat e vogla. Shigjetari. Në dashuri ju pëlqeni njerëzit që ikin. Jeta familjare mund të jetë paksa e bezdishme, veçanërisht nëse je prind që rrit fëmijë në fazën delikate të adoleshencës. Britsjapi. Sot mund të mos keni atë rrjedhshmëri të sjelljes që shpesh dini ta futni në marrëdhëniet personale dhe familjare. Në dashuri do të jeni kokëfort dhe nëse një njeri ju kundërpërgjigjet ose ju vë në provë këto ditë, do të bëheni gjakftohë. Ujori. Nuk është dita më e mirë për të argumentuar, tashmë sonte mund të vëreni një rënje të lehtë trupit ose disa shqetësime, unë nuk rekomandoj të merrni shanse, më mirë të mbani gjithçka nën kontroll. Peshqit. Është e rëndësishme në këtë periudhë të mos e privoni veten nga emocionet sepse e dini që jetoni nga kjo. Kujdes sepse sot shpërqendrimi krijon një farë vonese ose bezdi të tepruar, nervozizëm që përgjojnë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.